Mbërri në Vlorë baza e parë materiale në funksion të zgjedhjeve të 11 majit, automjetet e ushtrisë sollën gjatë kësaj të hënë dokumentacionin e parë, si dhe materialet e para. Të parat që kanë mbritur janë materialet e dhomave të votimit, që do të vendosen në qendrat e votimit ditën e 11 majit. Në ditët në vijim do të vijohet me dokumentacionin e plot, si dhe me kamerat e sigurisë të qendrave të votimit, dhe në fund do të vihet ngarkesa me kutitë e votimit. Për televizionin 6+1 Vlora, flet kryetari Komisionit Zonal të Administrimit të Zgjedhjeve numër 86, Besnik Karabolli. Sot ka filluar dorëzimi i dokumentacionit, të parat që kanë mbritur janë dhomat e votimit. Ditët në vazhdim do vazhdojmë me pjesën tjetër kutit dokumentacionin e plot. Sot është fillimi, ditë e parë e marrjes dokumentacionit. Karabolli thekson se Komisionet Zonale të Administrimit të Zgjedhjeve zhvillojnë çdo ditë mbledhjet apo takimet për mbarvajtjen e punës. I pyetur për ankesat apo problematikat me listat e zgjedhësve, kryetari i Komisionit Zonal të Administrimit të Zgjedhjeve 86, Besnik Karabolli, thotë se nuk ka patur të tilla. E vërteta është që për listat e zgjedhësve deri tani nuk na ka ardhur asnjë ankesë. Kurse për pjesën tjetër dokumentacionit, gjithmonë ne si KZAZ mblidhemi çdo ditë, bëjmë pjesën tonë të punës. Është të plotësuar dhe numri anëtarëve, Po, të gjitha. Në ditët në vijim do të mbrinë edhe kamerat që do të instalohen në ambientet e komisioneve zonale të administrimit të zgjedhjeve dhe do të përdoren për numërimin e fletëve të votimit. Zonat e administrimit zgjedhor ngrihen dhe funksionojnë për çdo lloj zgjedhje, ndërsa juridiksioni territorial i tyre si rregull është i njëjtë me territorin administrativ të bashkisë. Bashkitë që kanë më shumë se 80.000 shtetas me të drejtë vote ndahen në më shumë zona të administrimit të zgjedhjeve. Komisioni i Zonës së Administrimit Zgjedhor është komisioni që funksionon si organ kolegjial dhe krijohet jo më vonë se 90 ditë përpara datës së zgjedhjeve. Bashkia e Vlorës ka gjithsej 4 komisione zonale të administrimit zgjedhor, ajsa ka patur vitet e kaluara, por ndryshe nga zgjedhjet e mëparshme, ka një ndryshim që lidhet me ndryshimin e numrave të KZAZ-s dhe kjo ka ardhur për shkak të spostimit dhe lëvizjeve demografike. Kështu Bashkia e Vlorës ka komisione zonale të administrimit të zgjedhjeve 85, 86, 87 dhe 88. Komisione zonale të administrimit të zgjedhjeve përbëhen nga 7 antar dhe 1 sekretar. Grupet e numërimit përbëhen nga 4 antar të emëruar nga KZAZ, mbi bazën e propozimeve të partive parlamentare. 2 propozohen nga shumica parlamentare dhe 2 të tjerë nga opozita.